Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët, mirë se po takohemi. Ja është pjesa 22, më duket se kemi filluar dje, por ja që koha po ecën. Dhe ju përshëndesim me mirë se ardhje, mirë se po takohemi, të dashur vëllezër dhe motra, të dashur miq, pra me temën e 22, me pjesën e 22, nga lajmi i tre engjëjve nga pastor Stefan Born. Kemi një temë shumë interesante, një numër interesant, është enigmë për cilët Biblia flet në disa në tre vende në zvoles, pra 1424. Kush janë këta njerëz dhe nga pastor Born, pra kjo është nga pastor Born, dhe tani lutemi si zakonisht të kthejmë për momentin kështu, duke ju përshëndetur dhe duke kërkuar udhëheqjen dhe ndihmën e Zotit. Pra lutemi së bashku. O Zoti i Madh, përshtatshëm dera lavdia takon ty, faleminderit për fjalën tënde, e cila është e thellë, e bukur, e vlefshme, e mrekullueshme. Na ndihmo o Zot edhe tani me këtë temë që është para nesh, që të mund të prezantojmë mirë ashtu siç e thot Biblia, të mund të shpjegojmë, e që njerëzit të mund ta kuptojnë, bekoj secili i cili do ta përcjell tani edhe më vonë, kur do të qoftë që mëshira, dashuria jote të udhëheq çdo njerin, bekona o Zot, bekoj jetat tona, familjet, të dashurit tonë, shëndetin, kohën, bekoj financat dhe të mirat, vullnetin tënd, planin tënd që ti e ke me neve. Dorëzohem në dorë tua, falenderojmë në emrin Atit, Bijit, Frymës së Shajt për gjithmonë. Amen. Amen. Pra, tani si zakonisht e kthejmë andej mbrapa, të mund të shikojmë. Okej. Kështu. Të mund të përcjellim vargjet dhe ilustrimet, komentet, tekstet, kështu së bashku. Pra pas lutjes, besoj që tani më e dini, unë jam Diana Do Kanahi, dhe kemi pra një temë përpara shumë interesante dhe të rëndësishme, kush janë këta 1424. Një seri mbi mesazhin e tre engjëjve nuk do të ishte i plot pa një studim mbi këtë numër, i cili është enigmatik, përmendet 3 herë në vende strategjike të zbulesës. Andaj nuk ka mundësi, nuk ishte qenë e plot që mos të miremi me këtë në kuadër të lajmit të tre engjëjve, në kuadër të lajmit të tre engjëjve, ju përshëndesim, ju që po na bashkangjiteni. Vajosja për mbrojtje. Vajosja për mbrojtje të zbulesa kapitulli 6, nga vargu 14 deri te vargu 17 thot: Dita e madhe e zemrimit të Perëndis përfundon me një pyetje, pyetja e cila është: kush do të jetë në gjendje të qëndroj? Kjo është pyetja. Kush do të para zemrimit të Perëndis? Kush do të mund të qëndroj para zemrimit të Perëndis? Amen, ashtu qoftë ata që i kanë zbardhu fustanat në gjakun e Mesisë së vajosur. Përgjigjja është tek zbulesa 7 nga vargu 1 deri te vargu 8, vjen përpara në kohë të zbulesa 16, 14 dhe 17. Pse? Vajosja e 124.000 në mënyrë që ata të mund të qëndrojnë. Karakteri i tyre i shkëlqyer. Pra, kjo është grupi i veçantë i të shpëtuarve. Nuk është ky numri i të vetme që do të jetë shpëtuar larg nga ajo, sepse numri do të jetë sikur rëra e detit. Zbulesa 13, 11-18 thot: kriza përfundimtare mbi bishën, shëmbëltyrën e saj dhe damkën e saj, te zbulesa 14-1-5 është kulmi i zbulesës 13, 19 deri në 18. Ata që morën vulën e Perëndis
përkundrejt me ata që morën damkën e bishës. Pra, kemi vulljen e Perëndis në një anë, e cila është e dhënë në urdhëra 4, e përkundrejt emitimi apo vula e damkës bishës, që e keni temat e veçanta që kemi kalu deri me tash. Ju lutem, janë të gjitha në YouTube dhe mund t'i përcjellni ju dhe të dashurit tuaj. Nëse keni pyetje, ju lutem parashtroni, ne jemi këtu, presim pyetjet e juaja, Bibla i ka të gjitha përgjigjet. Kjo është grupi i njerëzve i cili e pranuan lajmin e 3 engjëjve. Kjo është pika e parë, ashtu si që thos Zbulesa 14:6 dhe 12, është lajmi i 3 engjëjve. Jemi duke folur gjatë tërë këtij seriali. Mesazhi i 3 engjëjve paralajmëron për bishën, për shëmbëltyrën e saj dhe damkën e saj. Bota ndahet në 2 grupe. Vetëm 2 grupe, ashtu si ata që kanë pranuar vulljen e Zotit dhe damkën e bishës. Nga Zbulesa 14:14 deri 17. Zbulesa 14:18 deri 20 është dita e madhe e zemrimit të Perëndis. Kjo është ajo përfundimtare që do të derdhet dita e zemrimit Perëndis, dhe Bibla thot tek Zbulesa 15:2-4 që 124.000 fitimtarët mbi bishën. Këta janë ata që e kanë mund bishën dhe shëmbëltyrën e saj dhe nuk e kanë marrë damkën e saj, por vulljen e Zotit. Ne e dim që ata e pranuan dhe mesazhin e engjëllit të parë, sepse na thuhet se e këndojnë këngën. Ata i friksohen Zotit, i japin lavdi emrit të Tij dhe adhurojnë atë. Këto janë 3 urdhëresat që mesazhi i lajmit të engjëllit të parë. Pra, ata pranuan lajmin e 3 engjëjve. Kjo është karakteristika numër 1, andaj mund të themi aleluja, hosana, lavdi Zotit për të gjitha ata që do e pranojnë këtë lajm që jemi duke e folur pra vazhdimisht. Zbulesa 15:2-3, dhe poshtë diçka si një det qelçi të përzier me zjarr, dhe ata që kishin fitore mbi bishën dhe shëmbëltyrën e saj, mbi damkën e saj dhe mbi numrin e emrit të saj, duke qëndruar mbi detin e qelçit dhe duke pasur harpat e Perëndis. Pra, ata që do të lumi i jetës me harpa, me këngë gëzimi, së bashku me shpëtimtarin ton të dashur, i cili tani me cilin do të jemi fizikisht, jo vetëm në mënyrë frymore, siç është pra situata tani. Sepse e mira më në fund do të fitoj, do të ngall njej bitkeqen dhe armiku do të jetë i shkatruar, por mjerisht edhe shumë ata që nuk e kanë pranuar Jezusin. Kurse vargu i 3 e Zbulesa 15 thot, ata këndonin këngën e Mojsiut, shërptorit të Perëndis, dhe këngën e qengjit, duke thënë, të mëdha dhe të mrekullueshme janë veprat e tua, o Zot, Perëndi i plot fuqishëm, të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbret i shejtorëve. Në të 3 fragmentet kuptimi është i qartë. 124.000 jetuan gjatë periudhës së sundimit të bishës dhe të shëmbëtyrës së saj dhe refuzuan shenjën e saj. Ata ishin gjallë gjatë derdhjes së fundit të zemrimit të Perëndis dhe ishin në gjendje të qëndronin. Pra, i bën ballë bishës, shëmbëtyrës së saj, nuk e morën damkën, po e morën vulljen e Perëndis. Cila është radhitja e ngjarjeve? Ky moment është shumë e rëndësishme që të mund të kuptojmë dhe pyka e parë është predikimi i Ungjillit, i lajmit të mirë. Siç thot Zbulesa 14:6-7, predikimi i mesazhive të 3 engjëjve dhe bota u nda në 2 grupe. Kur të përfundoj predikimi i lajmit të 3 engjëjve, i këtij lajmi që jemi duke folur tani, është pjesa e 22, do të shkojmë deri te pjesa 25. Pra, bota të gjithë duhet të marrin vendim.
në rrugën e gjerë apo në rrugën e ngushtë të Zotit. Pra, cila është ajo? Traditat, nga traditat jo biblike, jo të duhura, të cilat nuk i ka përkrah dhe zbatu mësuesi jon, shpëtimtarin jon i dashur, as apostujt e tij. Pra të cilat ma vonë kanë hyrë. Rruga e ngushtë që shkojnë pak njerëz, nuk e di apo e vreni këtë ilustrim kaq të bukur. Këtu ka shumë pak njerëz, kurse nga tradita ka jashtëzakonisht shumë. Për shkak se Bibla nuk lexohet mjaftueshëm. Këtu është problemi. Zbulesa 7, 1-3 thot që engjujt po mbajnë erërat, ndërsa mesazhi i 3 engjujve po predikohet. Shtrëngimi vjen kur erë lirohen. Do të vjen koha kur engjujt nuk do ta mbrojnë tokën. Janë 4 engjë, këta janë 3 engjë, po janë 4 të tjerë që janë këtu përreth tokës dhe nuk lejojnë të fryjnë fryma me intensitet të madh. Në mënyrë simbolike, kjo është e paraqitun, pra Zoti duke na mbrojt akoma në mirësinë, dashurinë e tij nga fatkeqësitë, ato çfarë anmiku kishte dashur të bëj vazhdimisht. Tani shkojmë në një moment tjetër shumë interesant dhe shumë domethënës mbi shejtroren. Kjo është një temë shumë e thellë dhe e bukur, e cila ja vlen të studiohet në mënyrë sistematike, ashtu si duhet, dhe e dhatë Zoti do të ndodhë kjo shumë shpejt, me shumë ata që e duan Biblën dhe janë të interesuar për të vërtetat biblike. Shejtrora hapet ndërsa erërat po mbahen. Shejtrora po, çka është? Ju kujtohet nga Dhjata Vjetër, Zoti kishte urdhëruar Mojsiu duke ja treguar modelin në qiell, ta e bën shejtroren, e cila përbëhej ishte në kampin ku njerëz jetonin dhe përbëhet nga oborri e pjesa e mbrëmshme e cila dohet në 2 pjesë. A njihni se çfarë thot Bibla mbi shejtroren? Është në temë në vete, cilën nuk do të marrim tani kohë, sepse nuk kemi kohë që të flasim shumë, vetëm kështu në mënyrë të shpejtë të themi seja pjesa e parë dhe pjesa e dytë është shandani me 7 qiri, buka, pa tharm, 12 bukë, është altari, perdja dhe këtu është arka e beslidhjet që hynte një herë në vit dhe 10 urdhërimet këtu, krye prifti i cili e sillte gjakun nga kafsha e cila therrej, lahen durt këtu dhe trupi i djegej kafshës në këtu edhe gjaku në një enë merej sillej mbrenda në pjesën e dytë, të cilën krye shërbyesi në fillim ishte Aroni, sillte duke stërpik 10 urdhërime. Do të thotë që personi që ka sjell çengjin përpara aty që është ai në vend të tij është thirr ky çengjë dhe kjo ka qenë ligji ceremonial derisa Jezusi nuk ka ardhur. Por ja lajmi mirë. Jezusi tani aktualisht po ndërmjetëson për ata që pendohen, për rrëfejnë katet e tyre dhe besojnë në Zotin Jezus. Ne mund të hymë në shejtoren me anë të besimit tani të kërkojmë sakrificën e Krishtit ton tani, por do të vjen koha kur shejtroria do të mbyllet. Do të mbyllet pse? Jezusi do të del nga shejtroria. Ja. Ky është Zoti jon, Mesia i cili ndërmjetëson te arka beslidhjes dhe ku janë kerubimet, këtu është ky vaj, era e këndshme dhe Mesia i vajosur i cili ka me 12 gur të çmueshëm, çalmen dhe roben, fustanin, vërtet këmishën, ashtu si kur krye prifti. Jezusi ndërmjetëson sot për ne, ajo është në shejtrore dhe një ditë kur dal, kur ne nuk e dim, askush nuk e din kur do të ndodh ajo, kur dhe atëherë nuk do të jetë kohë e lehtë në tokë, sepse nuk do të ka kush të ndërmjetësoj. Për ne Jezusi ndërmjetëson
për ne tek arka besidis dhe ku zhvillohet gjyqi. Kur të 3 engjujt përfundojnë punën e tyre, porësia 3 engjujve e përfundon tani Bashkia Adventiste ditës 7, ka më se 40 më tepër vite që ka televizionet të shumta, 3 ABN dhe predikon ungjillin pra gati 180 vite nga themelimi lajmin e 3 engjujve. Zbulesa 14 dhe 20 thot korja dhe rushi ata që kanë vullën e Perëndisë dhe damken e bishës. Pra 2 grupe. Jezusi do të vjen me drap në dorë dhe bastunin e mbretit i ullur në re. Ju përshëndesim, ju që përna bashkangjiteni, Zoti ju bekofte dhe juve gjithashtu. Ja një foto shumë e bukur dhe e mrekullueshme. Shërbesa e shejtores mbyllja e provës njerëzore, saksisht koha e mëshirës. Jezusi kur do të del nga kjo shejtore, që t'i vesh teshat e mbretit nga këto teshat e krye priftit dhe të nisit korridorit dhe që të vjen të na merr, na çoj në shtëpinë e përjashme dhe do vjen historia e fundi i historisë njerëzore. E Biblia thot është ora e gjyqit të Zotit, siç thot zbulesa kap engjulli i dytë. Tani Jezusi është duke ndërmjetësu, jo tani, po ta ka nga një kohë të mjaftueshme, mund të flasim të njëherë tjetër për këtë profetizim të madh e të rëndësishëm biblik. Kurse sonte miremi me 124.000, kush janë ata njerëz? Zbulesa 22:19 thot kush është i pa drejt, pasi që përfundon mëshira, nuk ka mundësi të ndërhyjet për shpëtimin e njerëzve dhe këtu është fundi, the end. Kush është i pa drejt, le të vazhdoj, le të jetë i pa drejt, kush është i ndyrë, le të vazhdoj të jetë i ndyrë, kush është i drejt, le të vazhdoj të jetë i drejt, kush është i shajt, le të vazhdoj të jetë i shajt. Pra, nuk ka mundësi asgjë të bëhet, sepse Jezusi, kur do del nga shejtrorja, koha e mëshirës për shpëtimin e njerëzve ka përfundu dhe atëherë vjen vetëm me marë si dhëndri nusën e vetë. Kurse vargu 12 thotë, ja unë e vi shpejt dhe shpërblimi im është me mua për të dhënë secilit sipas veprave të tij. Gjatë gjithë vitit mkatet hynin në shejtrore për një kohë në vit, fundi i vitit shejtrore mbyllej dhe mkatit pastroshin nga shejtrore. Ishte dita Yom Kippur, kur ishte edhe një fest e madhe, dita e pastrimit, saksisht dita e gjyqit. Por tani do të mbyllet ngjajshëm me derën e kohës së Noaut. Ju kujtoni, Jezusi ka thënë, sikur në kohën e Noaut, ashtu do të jetë edhe në kohën e ardhjes së Birit të Njeriut. Njerëzit hanin, pinin, martonin dhe nuk kuptuan asgjë, derisa Noa hyri në ark dhe dera u mshel dhe mjerisht u bë tepër vonë. Kjo është mat 120 vjet na predikoj, por njerëzit talleshin, nuk e besonin, duke shpallur fanatik dhe njeri që nuk është në rregull, çfarë nevojitet kjo anije, është e pakuptueshme, e kështu me radhë. Dhe ai prapi lut, mandej dodhi mrekullia që kafshët 2 nga 2 çifte hynin, por këta akoma nuk kuptonin se çfarë po ndodh. Mandej edhe 7 ditë të tjera Noa në derë të hyrjes, pasi hyri familja ti, gruaja dhe 3 djemë dhe ti nuset, duke i ftu njerëzit, por ata nuk kuptonin asgjë derisa dera nuk u mbyll. Kur u mbyll dera, kur kaloi koha e mëshirës, pra ishin 120 vjet, Noa e dinte. Dhe e dini shpesh në rrethet tona thuhet, Noa nuk ka qenë pastor shumë i suksesshëm, sepse njerëzit nuk e kanë besu. Vetëm anëtarët e familjes tij, askush tjetër nuk e ka pranu besimin.
por mjerisht është ashtu. Jezusi ka thonë sikur në kohën e Noas, ashtu do tjetë në kohën e fundit, kur u mbyll dera dhe kur mëshira përfundoi, njerëzit e kuptuan, luteshin, ngritnin dorën, e thishin Noa, hape derën, të lutem, ne pas kem qenë gabim, por ishte tepër vonë. Zbulesa 15, nga vargu 5 dhe të vargu 8 thot, pas këtyre gjërave pash, Gjoni tani është duke pa, dhe Gimin dhe po na e shpjegon, dhe ja u hap tempulli, tabernakuli të dëshmis në qiell, dhe nga tempulli dolen 7 engjëj që kishin 7 plagët, të veshur me litë të pastër të shëndrishëm dhe në gjoksin ngjeshur me breza ari. Atëhere një nga 4 krijesat e gjalla u dha 7 engjëjve, 7 kupa ari plot me zemrimin e Perëndis që rënë në shekuj të shekujve. Tempulli u mbosh me tym nga lavdia e Perëndis dhe nga fuqia e tij, dhe askush nuk mundi të hynte në tempël derisa të mbaronin 7 plagët dhe e 7 engjëjve. Jezusi është akoma në tempull, aty te kerubimet dhe lutjet tona ngriten sikur kjo ere këndshme e temjanit, e bimës temjan, është një erë karakteristike. Dhe në ballin e tij këtu lart shkruan i shejti. Pra, dhe në gjoksin e tij durt e guzhduarat nga kujtimi që ka vdek për njerëzimin, dhe një ditë Jezusi do e përfundoj pasi që çdo rast të shqyrtohet dhe të mirret vendimi për secilin person ku i thot populli që ja ka bo vendin apo në cilën anë është caktuar. Shtrëngimi dhe 7 plagët e fundit. Tani është koha kur nuk ka më mëshirë dhe armiku do e tregoj atë fytyrën e tij të vërtet. Pra, besimtarët do mirem në qiell, kurse jo ata që e presin. Jezusin duke thënë, ja Zoti ynë, këta e kemi prit. Ky është udhëhesi, është shefi jon, krijuesi, shpëtimtari jon. Dhe engjëjt do të vinë ti marrin njerëzit, anën tjetër jo besimtarët do të lidhen në tokën e shkretuar. Zbulesa 16, 1 deri 21 thot, janë 7 plagët. 7 plagët shkatruese binin mbi ata që kanë dëmkën e bishës dhe adhurojnë figurën e saj. Toka do të kthehet në gjendje në cilën ishte para javës së parë të krijimit. Plagët në të gjithë trupin, treten në gojën e armiqve të popullit të Zotit, deti shndrohet në gjak, burimet e ujit shndrohen në gjak, dielli djeg të gjithë bimësin, errësira mbulon të gjithë tokën, qenit njerëzore fillojnë të vrasin njëri tjetrin. Një tërmet global që çon planetin, ishujt dhe vargëndalet zhduken. Breshëri deri në 50 pound, nuk e di sa është të ne 50 pound, një parën çfarë peshe, nuk kom zbërthy në peshën tonë, por 50 pound e keni idenë se sa është peshe madhe. Pra, shkatrimi i qyteteve, shkatrimi sepse nuk ka mëshirë, e tani është kohë vërtet e vështirë. Koha më e madhe e të lashëve në historinë e botës. Armiku, kur do e tregoj, me qenë si tani mbrojtje të Zotit, këta mëshira nuk është, sepse Jezusi ka dal nga shejtrorja, andaj armiku e tregon fytyrën e vërtet të tij. Kurse Mateu 24, 21, 22 thot, sepse atëherë do të ketë një shtrëngim të madh, aq të tillë sa nuk ka pasur që nga fillimi i botës deri në këtë kohë, as nuk do të ketë kurrë. Dhe nëse ato ditë nuk do të shkurtoheshin, asnjë mish nuk do të shpëtoj,
por për hir të zgjedhurve ato ditë do shkurtohen. Aleluja, që Zoti prap edhe këto plag të 7 engjëjve do i shkurton. Dhe çfarë do të ndodhe edhe tjetër, që Mikaeli, Danieli kapitulli 12 vargu 1, në atë kohë, Mikaeli, princi i madh, do të ngritet që qëndron duke ruajtur bit e popullit tënd. I thot Danieli është hebre, bit e popullit të shpëtuar të gjitha kombet e komsive, jo specifikisht një populli. Dhe do të ketë një kohë të vështirë. Pra, Mesia i vajosur do na mbroj, edhe që mëshira nuk është duke ndërmjesu në tempull, ai prap do na mbroj për hir të dashurisë, mirësisë dhe mëshirës së tij. Sikur më parë që kur ka pasur kom, madje deri në atë kohë. Dhe në atë kohë populli i do të çlirohet nga ata që duan t'i shkatrojnë në kapitullin 11. Kushdo që gjendet i shkruar në librin e jetës. Kulmi i kësaj periudhe të tmeshme është ardhja e dytë, e pritur gjatë, më në fund, happy end, më në fund çlirimi dhe shpëtimi. Zbulesa 6, 14 dhe 17 thot, pastaj qielli u tërhoq si një rrotull kur mbështjellet, dhe çdo mal dhe ishull u zhvendos nga vendi i tij, dhe mbretëre tokës të mëdhej të pasurit komandant të fuqishëm, çdo sklav dhe çdo i lirë u fsheh në shpella dhe në shkëmbit e maleve. Dhe u than maleve dhe shkëmbive, bini mbi ne dhe na fshihni nga fytyra atij që ri ulur në fron dhe nga zemrimi i qengjit, sepse dita e madhe e zemrimit tij ka ardhur dhe kush mund të çndroj. Pra mjerisht këto do të janë fjalë të atyre që kanë pas shansin, kanë pas mundësin ta e pranojnë, kanë dëgju për Jezusin shumë, kanë ditë ndoshta edhe shumë, ndoshta kanë qenë edhe antar të ndonjë kishe, kanë qenë edhe krishterë, e nuk e di, por përfundimi jo i këndshëm. Pse? Nuk e kanë pranu atë i cili i ka ftu me dashuri dhe mirësi shumë të madhe. Por ata që e kanë pranu, thonë, ja Zoti ynë, këto e kemi prit, ky do të na shpëtoj. Eja Jezus, eja Zoti ynë dhe gëzimi e lumturia. Pra nuk e di apo e vreni, sepse nuk do të jemi në rahatin e kultuçeve, shtëpive tona, ashtu rahat, duke në internet, duke këqyrë ndonjë serial, nuk e di çka. Por jo në shtëpi, në male dhe në fusha, duke ikur nga zemrimi i armikut dhe në fund ndodh happy endi. Kush mund të qëndroj kur të vijë Jezusi? Pyetja kritike, ardha e dytë e Jezusit portretizon grafikisht dhe më pas bëhet pyetja, kush do të jetë në gjendje të qëndroj në derdhjen shkatruese të zemrimit të Perëndis, pa ndërhyrje të mëshirës. Përgjigja se kush do të jetë në gjendje të qëndroj jepet në kapitullin tjetër të Zbulesa 7, vargu 1 dhe 3. Do të ketë një grup që është vullosur dhe do të mbrohet në mes të kataklizmes që do godas tokën, e ky është ky numër. Ja, tani kemi ardhur deri te përgjigja konkrete. Pra është grup i posaçëm i njerëzve, cili e ka shumë bishën, dëmkën e saj dhe do mund të qëndrojnë në kohë të kësaj kataklizme. Duke vendosur vullën e tij mbi ta, Perëndia po thot, këta janë të mit dhe unë do t'i mbroj nga ngjarjet shkatruese të mundimit. Kurse Ezekieli 9 tregon se është një vullë mbrojtëse që identifikon se kush i përket Zotit dhe meriton mbrojtjen e tij nga shkatrimi i Jerusalemit. Ata nuk
praktikojnë neverit e prostitutës ose të bive të saj, nga të cilët më e keqja është adhurimi i diellit. Ju kujtohet se në kohën e Ezekielit kishte njerëz hebrejnë që njihnin Zotin, por mjerisht devijuan dhe e adhuruan 25 burra, thot Ezekieli, të kthyer nga dielli dhe gratë që qanin Tamuzin, pra i dhujtarit e atij populli. Zbulesa kapitulli 7, 1-3 thot, pas këtyre ngjarjeve pash 4 engjëj që qëndronin në 4 cepet e tokës, duke mbajtur 4 erat e tokës, që erat të mos fryen të mbi tokë dhe mbi det ose mbi ndonjë pemë. Pastaj pash një engjël tjetër që ngjitej nga lindja, duke pasur vullin e Perëndisë së gjallë. Dhe i thiri me zë të lartë 4 engjëj, të cilëve ishte dhënë të dëmtonin tokën dhe detin, duke thënë mos dëmtoni tokën, detin ose pemë derisa t'i vullosim shërptorët e Perëndisë tonë në ballë. Pra, Jezusi i fton njerëzit nga të gjithë kombet e kombësisë. Ata do të quhen Izraeli frymor. Dhe pyetja e cila tani pikërisht është në radhë, a janë ata hebrejnë të mirëfillt apo hebrejnë fizik, sa i përket territorit, pra gjeografik ku është Izraeli. Mesazhi i vullosjes shkon në të gjithë botën, jo në një shtet të vetëm, në tërë botën. Dhe 3 frymet e liga shkojnë në të gjithë botën, kështu që vullosja duhet të përfshijë njerëzit nga çdo kombë në tokë, çdo gjuhë dhe çdo fis. Kështu që ata nuk mund të janë Izraelit të mirëfillt. Ne kemi treguar në leksionin ton të mëpashëm se Izraeli përbëhet nga ata që e kanë pranuar vërtet Jezusin si shpëtimtarin dhe Zotin. Kurse shkrimtari Dove Hort beson se ata janë Izraelit të mirëfillt, por Babilonia është simbol i Romës. Me fjalë të tjera, Babilonia përfaqëson një sistem shpirtëror mbotror të apozis kundër Perëndisë, por Izraeli është Izraeli i mirëfillt. Disa sugjerojnë se Vatikani do të zhvendoset në Babiloni, në Irak, kur të rindërtohet. Por pse duhet ta bëj këtë? Vatikani e ka përmbushur vizionin e Gjonit nga vetë ndodhja e tij në Rom për 15 shekujt e fundit. Për më tepër ne kemi treguar lidhjen me Babilonin e lashtë që Vatikani e ka ruajtur gjatë historisë në krishtërim pagan që ka përhapur. Sa i përket vetë Babilonisë së lashtë, ajo as nuk ka ekzistuar gjatë 2300 viteve të fundit, por ka mbretëruar mbi mbretërit e tokës. Babilonia ishte në rënojan derisa Roma pagane dhe më vonë Roma katolike, Babilonia e re me të vërtet mbretëronte mbi mbretërit. Zoti po parathot gjykimet e tij përfundimtar mbi një të keqe të madhe që filloi në kullën e Babelit, dhe e cila është rritur vetëm ndërsa politika, feja dhe shkenca janë bërë më të sofistikuar, ndërsa më në fund e gjithë bota të bashkohet në përdjekjen e gënjeshtës së lashtë të Satanait. Kjo është Babilonia e ringjallur dhe meseli në Rom, që do të shkatrohet për të mos u banuar më kurrë. Dhe në fund populli i Zotit i shënuar për vdekje. Pse? Populli i Perëndisë nuk do të ketë nevojë të mbrohet nga fatkeqësitë në natyrë që do të godasin tokën. Do të jepet një dekret vdekjeje kundër të gjithë atyre që nuk e adhurojnë bishën dhe imazhin e saj dhe nuk marrin dëmkën e saj. Se zbulesa 13-15, ati thot, ati i u dha pushtet të jepte frym imazhit të bishës, që imazhi i bishës të fliste
dhe të bënte që të gjithë ata që nuk e adhurojnë bishën e imazhin e bishës të vriteshin. Ata që nuk e adhurojnë bishën të vriteshin. Kurse populli besnik i Perëndis do të jetë nën dënimin me vdekje. Pse Danieli 3, historia përsëritet. Ju kujtohet se çfarë ka ndodhur te Danieli 3. Është në sfond ku Babilonia u përpoq të vriste mbetjen besnike të Perëndis, e cila i mbajti urdhërimet e Perëndis dhe refuzoi të praktikonte adhurimin e rem ndaj Perëndisë së diellit, numri i cilit është 666. Fura e ndezur 7 herë më shumë, është koha e telasheve. Kjo është ajo fura e ndezur që do të përsëritet në kohën në përmasa botërore, në kohën e fundit. Këta të rinj kaluan, ata 3 djem që nuk deshte me ju përula asaj statue, kemi shpjeguar këta, ju kujtohet besoj. Ata 3 djem që nuk ju përkulen mbretit, ata u denun me vdekjen të hedhur në furrën e zjarit. Këta të rinj kaluan në përmundim, por nuk u preken nga zjari. Besimi i tyre u vu në provë, por ata dolen si ar i pastër. Këta 3 të rinj paralajmërojnë këtë numrin për cilën jemi duke folur sonte, 144.000. Këta jo 3 djem që ishin në kohën e Babilonit, por në fund të ardhjes do t'jetë ky numër i atyre që do e presin gjallë Jezusin. Përshkruani sa e tmeshme do të jetë periudha e 7 plagëve të fundit dhe çfarë do të bëj ajo tokës. Të likë nuk do të jenë të kufizuar dhe Satani do të jepet lirie plot për të dalë nga humnera për të bërë punën e tij shkatruese. As imagjinata më pjellore nuk mund të filloj as të kuptoj se si do të jetë për ata që adhurojnë bishën dhe imazhin e saj dhe morin domken në ballin e tyre. Nëse merrni domken e bishës, do të mbroheni nga zemrimi i bishës, por nëse merrni vulën e Perëndis, do të mbroheni nga zemrimi i Perëndis. Nga cili zemrim do të përforoni të mbrohetit. Është më mirë të përkulemi Zotit se sa njerëzve. Kulmi i periudhës së mundimit të Jezusit do të vije për të shpëtuar popullin e tij nga shfarosja. Pra, para se Jezusi të vjen, ta merr popullin e tij besnik, nuk do t'jetë kohë e lehtë, por mbrojtja duke hyrë në zjarr dhe mos mu djeg. Kjo është shumë e thellë dhe e bukur dhe e vlefshme. Dhe në fund zbulesa 19:16 thot: Tani pash qiellin e hapur dhe ja një kal i bardh, dhe ai që kaliron të quaj besnik dhe i vërtet, dhe me drejtësi ai gjykon dhe bën luftë. Vargu 12, sytë e tij ishin si flak zjarri dhe mbi kokën e tij ishin kurora, shumë kurora. Besimi fitimtar. Kalorsi, në Bibël janë 4 kalors, por tani është ky i fundit, prap i bardhi i cili u prediku Ungjilli. Dhe besimi, ashtu si kur ata 3 djem që në kohën e Danielit u futën në zjarr dhe i shpëtuan dhe nuk ju ndodhi asnjë keqe. Ai kishte një emër të shkruar që askush nuk e dinte përveç tij. Ai ishte veshur me një robë të ngjyrë në gjak dhe emri i tij quhej Fjala e Perëndis. Dhe ushtonte në qiell të veshura me li të hollë, të bardhë dhe të pastër, e ndiqnin mbi kuaj të bardhë. Tani nga goja e tij dilte një shpatë mprehtë që me të godiste kombet. Dhe ai vetë do të sundoj ata me një shufër hekuri. Ai vetë shkel vazës e gërësisë dhe të zemrimit të Perëndisë plot fuqishëm. Dhe ai ka mbi robën e tij dhe mbi kofshën e tij një emër të shkruar. Ja, happy endi. Mbret mbi mbretër, Mesia jon i vajosur.
shpëtimtari jon i dashur, krijuesi i qiellit e tokës, gëzimi, lumturia, jeta, pasuria, përjetësia jon, Zoti Jezus. Pra, kush janë 144.000? A janë ata thjesht të krishterë tuaj të zakonshëm? Zbulesa 14:1-5 thot, pastaj pash dhe ja, 100 qëndronte në malin Sion dhe me të 144.000 që kishin emrat e atij të shkruar në ballin e tyre. Dhe dëgjova një zë nga qielli si zhurma e shumë ujrave dhe si zhurma e një bubullime të fortë. Dhe dëgjova zërin e hapësireve që luanin në harpët e tyre. Ata këndonin sikur një këngë të re parafronit, një këngë të përvojës të mrekullueshme, kënga e re janë përvoja të reja të besimtarve, kënga që këndonin nga ata dhe që kanë fituar mbi bishën, shëmbëtyrën e saj dhe domken e saj, në zbulesën 15:2-4, para 4 krijesave të gjalla dhe pleqshve, dhe askush nuk mund t'i numëronte atë këngë përveç 144.000 që ishin shpenguar nga toka. Këta janë ata që nuk u ndoten me gra, sepse janë të virgjëra, janë virgjëresha. Këta janë ata që ndjeknin qengjin kudo që të shkoj. Këta u shpenguan nga njerëzit. Duke qenë frytet e para të Perëndis dhe për qengjin, dhe në gojën e tyre nuk u gjet mashtrim, sepse janë të pamet para fronit të Perëndis. Kjo është grupi veçantë që do e këndon këngën e Mojsiut. Dha Zoti, ne të gjithë të jemi në këtë grup të 144.000. Malakia kapitulli 3 vargu 2 thot, por kush mund të duroj ditën e ardhjes së tij? Dhe kush mund të qëndroj kur ai të shfaqet, sepse ai është si zjarri rafinues dhe si sapuni i larsëve të rrobave, vetëm kjo fjalë. Kurse Isaia 33:14-16 thot, kush prej nesh do të banoj me zjarrin glabërues? Kush prej nesh do të banoj me flaka të përjeshme? Ai që ecin me drejtësi dhe flet drejt, ai që përçmon fitimin e shtypjes, që bën qeste me duar, refuzon rushfetet, që i mbyll veshët nga dëgjimi i gjakderdhjes dhe i mbyll syt nga shikimi i së keqës. Ai do të banoj në lartësi vendi i tij, i mbrojtës do të jetë fortesa e shkëmbive, buka do të jepet, uji do të jetë i siguruar. Kurse Psalmi 15:1-5 thot, Zot, kush mund të banoj në tabernakulin tënd? Kush mund të banoj në malin tënd të shenjtë? Ai që ecën me drejtësi dhe vepron drejtësisht, dhe që thot të vërtetën në zemrimin e tij. Ai që nuk përgojon me gjuhën e tij, nuk i bën keq të afërmit të tij, nuk fyen mikun e tij në syt e të cilit përçmohet një person i neveritshëm, por nderon atë që ka frikë nga Zoti. Ai që betohet me dëm të tij dhe nuk ndryshon. Ai që nuk i jep paratë e tij me kamat, as nuk merr rishvet kundër të pafajshmit. Ai që bën këto gjëra nuk do të lëkundet kurrë. Dhe Psalmi 24 nga 3 deri në 6 thot, kush mund të ngjitet në malin e Zotit? Kush mund të qëndrojë në vendin e tij të shenjtë? Ai që ka durt të pastra dhe zemër të pastër, që nuk e ka ngritur shpirtin e tij në një ishull, as nuk është betuar me mashtrim. Ai do të merr bekimin nga Zoti dhe drejtësia nga Perëndia i shpëtimit të tij. Ky është Jakobi, brezi i atyre që e kërkojnë atë dhe që kërkojnë fytyrën tënde. Pamja sipërfaqësore dhe rënimi të krishterët kanë një pikpamje shumë sipërfaqësore për krishterimin. Ata kanë të gjithë format, por nuk kanë fuqinë. Pauli tha se shumë do të
kishin formën e perëndishmërisë, por jo fuqin. Ideja e rëmbimit dhe po e përgatit botën e krishtër për një surprizë të madhe, çka nuk është besim biblik. Ata do të gjejnë veten në mes të mundimit pa përgatitjen e nevojshme, sepse prisnin të shkonin në qiell në rëmbim para mundimit. Ata mësojnë se zbulesa 14 nuk ka asnjë rëndësi tani, sepse zbatohet për hebrejnët e mirë fillt, për hebrejnët fizik, geografik, për popullin që janë në Izrael, që janë izraelit fizik, por kisha është në qiell. Pasi që kisha është në qiell. Atëherë, pse duhet të bëjmë këtë seri? Mateu 5:8, lumë ata që qajnë, që janë të pastër në zemër, sepse ata do shohin Perëndin. Kurse Hebrejve 12:14 thotë, kërkoni paqen në të gjithë njerëzit dhe shejtëri, pa të cilin askush nuk mund të shohë Perëndin. Pra, Zoti kërkon që të jemi në paqe me të gjithë dhe të shejtrojmë veten, duke mohu veten, duke jetu Jezusi në zemrat tona. E para e Gjonit, kapitulli 3, vargu 1-3 thot, shikoni që dashuri të madhe na ka dhënë Ati, që të quhemi bijtë e Perëndis, prandaj bota nuk na njeh, sepse nuk e ka njohur atë. Të dashur, tani jemi bijtë e Perëndis dhe ende nuk është zbuluar se çfarë do të jemi, por e dim se kur të zbulohet ai, do të jemi si ai, sepse do të shohim ashtu siç është. Dhe kushdo që ka këtë shpresë në të, e pastron veten ashtu siç ai është i pastër. Dhe në fund zbulesa, Biblia përfundon dhe zbulesa 22:11-13 thotë, kush është i padrejt, let jetë akoma i padrejt. Kush është i ndyrë, let jetë akoma i ndyrë. Kush është i drejt, let jetë akoma i drejt. Kush është i shejt, let jetë akoma i shejt. Dhe ja unë e vi shpejt dhe shpërblimi im është me mua për t'i dhënë secilit sipas veprave të tij. Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi, i pari dhe i fundit. Kurse Joeli kapitulli 2 vargu 10-11 thotë, toka dridhet para tyre, qiej dridhen, dielli dhe hëna e rësohen dhe yjet e humbasin shkëlqimin e tyre. Zoti bën zë para ushtrisë të tyre, sepse kampi i tij është shumë i madh. Sepse i fuqishëm është ai që zbaton fjalën e tij, sepse dita e Zotit është e madhe dhe shumë e tmerrshme, kush mund të duroj atë. Prandaj tani thot, ktheuni tek une me gjithë zemrën tuaj, me agjerim, me lot dhe me vajtim. Grisni pra zemrën tuaj dhe jo rrobet tuaja. Jezusi na fton të zgjedhim rrugën e ngushtë përkundrejt rrugës së gjerë. Është rruga e ngushtë e cila çon në shpëtim përkundrejt rrugës së gjerë. Ktheuni te Perëndia, te Zoti Perëndia juaj, sepse ai është i mshishëm dhe i ngadalshëm në zemrim dhe me shumë mirësi dhe pendohet për të keqen. Kush e di nëse do të kthehet dhe do të pendohet duke lënë pas vetes një bekim, një ofertë gruri dhe një ofertë pije për Zotin Perëndin tuaj. I bini Boris në Sion, shejtroni një agjerim, thrisni një kuvend të shet, mbledhni popullin, shejtroni bashkësin, mbledhni pleqt, mbledhni fëmijë dhe foshnjët e gjirit, le të dalë dhëndri nga dhoma e tij dhe nusja nga dhoma e saj e veshjes. Le të çajnë priftërit që i shërbejnë Zotit midis portikut dhe altarit. Le të thonë, kurse popullit tënd, o Zot, dhe mos e jep trashëgimin tënde për turp dhe kombet të sundojnë mbi të. Pse duhet të thonë midis popujve, ku është Perëndia i tyre? Kurse Efesianëve 5:25 dhe 27 thot, burra, duheni gratë tuaja ashtu si Krishti e deshti kishën dhe e dha veten për të, që ta shëtroj dhe ta pastroj atë me larjen e ujit me anë të fjalës, që ta paraqes atë para vetes një kishë të lavdishme, pa njolla ose rrudha ose diçka të tillë,
por që të jetë e shejt dhe pa të met. Dhe në fund është shëndrimi një mbretëri e vogël. Mateu 16, 27, 28 thot, sepse biri njeriut do të vinë në lavdin e Atit të Tij me engjëjt e Tij dhe atëherë do të shpërblej secilin sipas veprave të tij. Në të vërtetë ju them se ka disa që shndrojnë këtu, është Pietri, Jakobi dhe Gjoni, që nuk do ta shohin vdekjen derisa ta shohin birin e njeriut duke ardhur në mbretërinë e Tij. Pra, ne gjenerata fundit, para kësaj ngjarje të madhe dhe fundit të historisë së kësaj planete, do t'i ngrejmë dur të lartë duke thonë Jezus, eja. Dhe Mateu 17, 13 thot, pastaj, pas 6 ditësh, Jezusi mori me veti Pietrin, Jakobin dhe Gjonin, vëllain e tij, dhe i çoi në një mal të vetëm lart. Dhe u shpërftyrua para tyre, fytyra e tij shkëlqeu si dielli dhe rrobat e tij u bën të bardha si drita. Dhe ja Mojsiu dhe Elia u shfaqen duke folur me të. Këta kanë qenë 3 persona që kanë pa Jezusin para si të përlavduar, ishte Jakobi, Gjoni dhe Pietri. Dha Zoti së shpejti do të realizohet edhe kjo pjesë e vogël e cila ka mbetur. A ka ndonjë pyetje, ju lutem na shkruani, mirëpresim pyetjet tuaja. Ju falenderojmë, Zoti ju bekoft dhe mirëmbëjtje.